Më CNTV. Në pjesën e parë, juve u ndalet tek çështjet ekonomike të paketa fiskale dhe këtu kam një pyetje. Në paketën fiskale të paketa e paqes fiskale, një nga elementet është amnistia e detyrimeve tatimore për kompanitë për detyrimet më të vjetra se 10 vjetë dhe ndarë kjo me fasha pastaj. Ju dje e konsideruat këtë paket në tërësi si një mundësi për legjitimim të evazionit fiskal dhe për pastrimin e parave të krimit dhe të drogës. Ndërkohë, në Kuvendin e Shqipërisë ka mbritur nga deputeti i Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi një amendim në të cilin thuhet që nuk duhet që të përjashtohen nga e drejta për amnistin e këtyre detyrimeve tatimore edhe kompanitë të cilat janë në një proces gjyqësor me shtetin shqiptar. Pyetja e parë është, a është ky një amendim me një emër konkret, pra që ka të veshur një emër konkretisht Bankers, i cili ka një proces gjyqësor me shtetin? Dhe sigurisht a e mbështesni ju këtë amendim? Unë nuk mbështes amnistin. Partia Demokratike nuk mbështet amnistin e bazuar në kuadrin ligjor që ka sjell Edi Rama. Kjo është qëndrimi i Partisë Demokratike. Por në qoftë se amnistia ndodh, ti nuk mund të përjashtosh. Pse ai ka shkuar në gjykat dhe tjetri nuk ka shkuar në gjykat, ti s'mund të përjashtosh. Unë nuk konceptoj pse mund të përjashtohet ai që s'ka shkuar në gjykat me këtë që ka shkuar në gjykat për të kërkuar një drejtë. Nuk mund të jetë kur vetëm një kompani. Të garantoj që në gjykat janë me qindra kompani, me qindra kompani. Por në qoftë se ti hyn dhe fal ato të cilat nuk kanë shkuar në gjykat dhe nuk fal ato që kanë shkuar në gjykat, të cilat të paktën pretendojnë se kanë një të drejtë dhe guxojnë të kërkojnë të drejtën e tyre, ti bën një të pak minimumi, një pabarazi, por ne jemi absolutisht kundër këtij kuadri ligjor të amnistie, e kemi deklaruar të kësaj amnistie, e cila fsheh kanalet e zeza të larjes miliarda eurove nga klanet e drogës, kartelet e drogës. Ne jemi kategorisht kundër. Në pamje të parë, i nderuar, kjo mund të duket se ne jemi kundër flukseve të parave. Jemi sepse është para toksike, është shkatërrimtare, është fakturë që këto investime po shkatrojnë ekonominë shqiptare. Si po e shkatrojnë? Po e shkatrojnë me një lev, me një mekanizëm kryesor dhe tjera pastaj, që është zhvlerësimi i euros. Nuk ka pa ndonjëherë në studio televizive të bëhet një emision për zhvlerësimin e euros dhe pasojat e tmerrshme mbi ekonominë shqiptare. Zhvlerësimi i euros me 35% do të thotë humbja me 35% minimumi e fitimit të gjithë kompanive të eksporteve që punojnë me euro. Do të thotë ndikim rënje prodhimi në bujqësi, në industri dhe rritje e madhe çmimesh. Do të thotë shok ekonomike. Edhe sot po lexoja. Merrni lexoni pak të dhanat e inflacionit për muajin nëntor të Instatit. Çfarë thoshin? U rrit çmimi i qirave. Po mirë, më thuj pak. A ka paradoks më të madh se të rritet çmimi i qirave në një kohë kur janë në shkallë vendi mbi 200 sa mijë banesa bosh
dhe në Tiranë 60.000 banesa bosh, apartamente bosh. Si mund të rritet çmimi kur ka, në kushte normale, kur ka vjetra mira banesat pashitura? Çmimi rritet se tregu është në kthetrat e drogës. Është në kthetrat e drogës. Ndaj rritet qeraja, ndaj rritet çmimi, ndaj bie prodhimi, bie eksporti, bie përshkatrohen qindra dhe mijëra vende pune dhe ikin qytetarët. I nderuar zotëri, çështja e narkoshtetit në Shqipëri është çështje themelore. Është vorbulla që po i përpin shqiptarët, është vorbulla e zezë që po i përpin shqiptarët. Është jashtëzakonisht e trishtueshme për mua kur shoh gjithë ato shkrime, gjithë ato dokumentar të televizioneve më serioze të botës për narkoshtetin në Shqipëri dhe nuk ka një media shqiptare që të ketë një dokumentar të tillë. Nuk ka një gazetar që të bëjë një hetim dhe të dokumentojë, të faktojë pasojat shkatrimtare të narkoshtetit në Shqipëri. Në vijim të pyetjes, zoti Berisha, a është e koordinuar Partia Demokratike në qëndrimet e saj pasi propozimet e nënkryetarit të Komisionit të Ekonomisë, zoti Bozdo, pra amendimet që ka depozituar në kuvend, zoti Bozdo, nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë, parashikojnë që kompanitë të cilat kanë përfituar prona publike, pasuri publike, duhet të përjashtohen nga këto lehtësira, ndërkohë rrjedhimisht propozimi i zotit Bardhi çon në të kundërtën. Jo, nuk janë në një sintoni. Zoti Bardhi me propozimin e tij ngrihet kundër një pabarazie që ngren ligji. Pabarazi. Po ne nuk e dim atë. Ti nuk mund të paragjykosh që ato kanë shkuar në gjykata, janë jo, nuk ato që kanë shkuar në gjykata mund të jenë publike, mund të jenë private, mund të jenë shumë llojta. Ato kanë kundërshtime shtetit. Në masën 90%, 95%, ato kanë shkuar në gjykata për kundërshtira që kanë me shtetin. Dhe ti, edhe njëherë, kur ti bën, përjashton ata që s'janë adresuar gjykatës, dhe përjashton këta që janë adresuar gjykatës, të cilët të paktën pretendojnë se është bërë një padrejtësi ndaj tyre, dhe amniston ata që nuk shkojnë gjykatë, kjo për mua është një gjë absurde. Absurde. Për sa i përket zotit Bozo, unë e përgëzoj atë, sepse ato janë të gjitha pasuri publike të shpërndara nga Edi Rama jashtë të gjitha kritereve ligjore, vetëm favore për korrupsion. Kam edhe një pyetje të fundit për procesin e zgjedhjes së avokatit të popullit. Zoti Berisha, ju ditën e djeshme deklarua se tërhiqeni nga procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit. Por ndërkohë të 6 kandidatët të cilët janë përcjell kryetarit të kuvendit për të futur në seancën plenare të ditës së nesërme, janë vetëm me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike. Ku ishte Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe qëndrimi politik kur zoti Shabani kërkonte një nga një firmat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe patjetër ata e kanë dhënë sepse ka sipas informacioneve 37 firma. Tani, ju e part se në atë proces u rrjeshtuan 27 kandidatura në mos gabohem. 27 kandidatura. Partia Demokratike mund të ketë edhe të tjerë që mund të kenë marrë firma përveç Endri Shabanit. Në mbledhjen e saj që bëri para 4 ditësh, pas kërkesës dhe të socialistëve që të ketë vetëm
deputetit ketë të drejtë vetëm për një firmë, dhe vendimit, jo kërkesës, vendimit që mori Komisioni i Ligjeve i drejtuar nga socialistët. Është vendimaj. Partia Demokratike u mblodh grupi parlamentar dhe përcaktoi kandidaturat të cilat do t'i mbështesaj. Në kandidaturat që do të mbështeste Partia Demokratike, nuk figuronte kandidatura e zotit Henri Shabani. Nuk figuron. Pra, Partia Demokratike i hoqi mbështetjen zotërisë dhe ata që kanë firmosur tërhoqen propozimin, e tërhoqen zyrtarisht propozimin. Kjo është e vërteta. Por, po këtu, unë ju kam deklaruar, se kjo ndodhi pasi u deklaruar nga pala tjetër se kandidati do t'i jipej opozitës. Tani, ata operojnë me opozitën që duam, po opozitën që duam nuk e pranon kur Partia Demokratike. Opozitën që duam e ka Edi Rama tani. Kjo është platforma e tij. Po ne jemi opozitë e shqiptarëve, jo opozitë e Edi Ramës. Jemi krenar që nuk na don Edi Rama. Zoti Berisha, zoti Ndoja, 10 deputeti i opozitës e bëri Ulsimanjën pranonte që kishte pas gabim në çështjen e firmave. Urdo, unë s'po them që ishte mirë, qudha, po të mos ishte gabim, nuk tërhiqej mbështetja. Po të mos ishte gabim firmosja, nuk tërhiqej mbështetja. Unë duhet ta pranoj që një proces, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Me opozitën që don, ai nuk do jemi kur. Ne do jemi opozitë sovranit. Besoj se është drejt kjo dhe është interesi i të gjithëve kjo. Zoti Berisha, me faturën financiare të amendamenteve që ju keni hartuar për projekt buxhetin, a është i mundur të përballohet nga të ardhurat që ka parashikuar qeveria për këtë projekt buxhet? Anisa, kjo faturë, në qoftë se ju lexoni Komisionin e Kontrollit të Shtetit, Kontrollit lartë të Shtetit, aktet e kontrollit tyre, jo një vjeçare, 9 mujore, 9 mujore. Kjo faturë është 1/4 e vjedhjeve të qeveritarëve. Është 1/4. Vjedhjet qeveritare në një vit, sipas kontrollit lartë të shtetit që nuk mund të jenë kurrë në thellësinë maksimale, se s'shkojnë dot, janë mbi 1 miliard e 200 milion. Këto janë më pak. Këto janë 1/5 e vjedhjeve qeveritare. Absolutisht e mundshme, po unë ndjej keqardhje të madhe kur shqiptarët, po veçanërisht dhe media, nuk shtrojnë pyetjen ku shkuan 67 miliard euro të qytetarëve shqiptarë në 12 vite. Urdhroni ku janë. Rruga Quks Qaf Ploç. Ku është rruga? 370 milion euro. Nga 73 milion euro e planifikuara. Rruga Korçë-Ersek, 17 km, 18 kishim ndërtuar ne me 800.000 euro kilometrin. Po, të përfunduara. 17 kilometra kishim ngelur. E dini vetë sa shkuar. Ku është rruga? Shem përsëri. Rruga Kardhiq-Delvin, edhe ajo, e ndërtuar në 12 kilometrat e para. Po, i keni shifi tabelën. Segmenti tyre u shem përsëri.
Rrugë e Arbrit, pa çfarë janë? Dhe këto 12 miliardë, më fali, këto janë 67 miliardë, se vetëm Lubia ka administruar 12 miliardë euro. Vetëm Lubia. Ku janë? Ku janë? Ju them unë ju, për ta patur një ide. Autostrada Rëshen-Morin, hiq segmentin Milot Rëshen, po shtojmë dhate, autostrada Milot-Morin, autostrada Hanihotit-Shkodër, superstrada Hanihotit-Shkodër, Shkodër-Muriqan, Shkodër-Velipoj, Milot-Fushkruj, Milot-Fushkruj, Rogozhin, Lushnje, Fir, Levan, Vlor, Levan, Tepelen, Tepelen, Gjirokastër, Korç, Qaf Ploç, Devol, Korç, 32 kilometrat rrugës Arbrit, rruga Orikum, Sarand, rruga e Bregut, rinërtimi rrugës Puk-Kukës, rrugë që unë gjiten në të gjitha majet e vendit, Gjirokastër Qajup, Korç, Vithkuq, Korç, Liqeni Prespës, Librazh Çermenik, Kukës Peshkopi, Kukës Novosej, Tropoj Valbon, Hanihotit Bog, Hanihotit Leqit e Hotit, të gjitha këto zbashku, dhe mijëra kilometra të tjera rrugë dytësore, tretësore, kanë kushtuar absolutisht asnjë qindark më shumë se 5 miliard euro. Asnjë qindark më shumë. 12 miliard Lubia. Pra shikoni, 13.000, një fjotërmet, 11.300 kilometra rrugë, janë ndërtuar me më pak se 5 miliard. Për të pas të qartë shqiptarët një, se grope zeze të mërshme ka qenë kjo qeveri. Zot Berisha, në përplasjen e kryeministrit